Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar me një temë tjetër, një diskutim tjetër këtu me të ftuarit në studio, por fillimisht dua të bëj një falënderim shumë të veçantë për Ujë Rrugove, i cili është sponsor gjenerali i këtij emisioni, që ju Ujë Rrugove e gjeni tashmë në çdo dyqan kudo në vendin tonë, por edhe me produkte të reja si qumshi, jogurt dhe ajran Rrugove. Jemi pak ditë para fillimit të vitit të ri shkollor, që zyrtarisht fillon me 1 shtator, dhe jemi thuajse në këto 10 ditëshin e fundit, ku secili prind po i bën ato përgatitjet finale themi, që fëmijët e tyre të startojnë vitin e ri shkollor. Fatkeqësisht ajo që shumicën e gjërave prindërit duhet t'i sigurojnë vetë dhe këto pastaj edhe rrjetet sociale që po kanë ndikimin e tyre, jo dua këtë çantë, jo dua këto ngjyra, jo me këtë figurë, jo me atë figurë. Sigurisht që kjo pastaj është një ngarkesë edhe për prindërit, por po ashtu edhe mosibënësit janë ata të cilët ndoshta mund të flasin dhe t'i bëjnë ato përgatitjet të tyre para fillimit të vitit të ri shkollor, por edhe të shprehin atë ta identifikojnë atë dallimin që din të bëjnë ndonjëherë fëmijët me njëri tjetrin, ndonjëherë që din të kaloj edhe në bullizëm, pikërisht për shkak të veshjes, çantës, gjërave të tjera të cilat marrin fëmijët në shkollë. Kjo do të jetë një temë që do ta diskutojmë në pjesën e dytë të emisionit, dhe për të diskutuar për këtë temë kanë kënaqësinë që me mua në studio është Fatlume Uka Abazi. Mirë se erdhe Fatlume. Mirë se gjeta, faleminderit. Se të kemi në cilësinë e prindit nënës, që të na shpjegosh këtë aspektin se sa ngarkesës që keni këto ditë, sidomos para fillimit procesit mosimor. Pastaj kam kënaqësinë që me mua në studio është edhe Shpejtem Hyseni Mosimdhënës. Mirë se erdhët. Mirë se gjej, faleminderit. Me ne është edhe Labinot Konoshesi, sociolog. Labinot, kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit që erdhe. Do diskutojmë pra për këto përgatitjet e fundit që i bëjmë para fillimit të vitit të ri shkollor. Unë Fatlume kisha filluar me ty, a i ke në përfundim si është situata? Përfundim në fillim të dyjat, unë faktikisht i kam 3 fëmijë. Djalin e madh tash fillon klasën e 3, vajzën kam e fillu klasën e parë, dvoglin e kam ende në kopsht. Për djalin i kam të paka shumë edhe të vjeçit, çka i kam ru çantat, disa pajisje për cilëse, vajza tash pak ma problem, s'pëdia është vetëm që është vajza, është nështa edhe ma kërkuse se sa edhe vetë djali. Sa shkoj me ta, saj çantën ja komplet, në fillim qërshorit, se kom di që kom e fillu në shtator. Do me thënë nga qërshori është siguru çanta, ha? Po, njëra, okej. Nuk është sigur që së ndryshon nga shtator. Ajo vetë se ka fillu, se pak e madhe, pak ma po du me një ngjyrë ndryshe, po du me stiqin, jo po du është pak ma telashe, duke marrë për bazë edhe çmimet që janë shtrajtu, mirë po na... Janë vrejtë dallimi çmimeve këtë vit? Po, sidomos të pjesa e pajisjeve për cilëse, librat endes s'javë kom ble asnjonet, po menoj javën e ashme me shku m'ja marrë të dëve, se veç se për djalin mi ka ndërgu listën se me cilat libra kom e vazhdu me fillu mësimin, për vajzën ende nuk e kam listën e se tash po dalojnë varësisht për shkollës me mësimdhënësit, dalojnë edhe me cilën shtëpi botuse kanë mi vazhdu lanë mësimore, andaj kom prit që javën tjetër me, kur ti kam të kompletume me shku me jamarë, mirë po për pajisje tjera, veç si kom fillu ka qërshori që mos më batë të na për njëherë, se baja ke problem. Po më trego pak për afërsisht një çantë, çmimi, me qenë se çanta është domosdoshme ajo e para që duhet sigurohet. Varësisht ku shkon me ble, edhe po me një çantë mesatare. Mesatare, po. Tikon 30 euro. Do me thënë mesatare 30 euro, një çantë për njërin fëmijë. Që është problem që ai fëmijë pastaj vitin e ardhshëm ta ketë njëjtën çantë. Është problem. Kërkon tjetër. Kërkon tjetër, edhe është problem edhe materiali, jo ndoshta edhe fëmija që shërun është edhe vetë prishet, është problem që me planifiku që për vitin tjetër ku me mujtë me përdor të njëjtën. Ndoshta edhe gjatë atij viti janë kërkesat, pra edhe për një të re.
Profesor, edhe ju si mësimdhënës, në fakt bëni ato përgatitjet juaja para fillimit të vitit të ri shkollor, do doja ta identifikonim se çka realisht është me rëndësi që një fëmijë të ketë kur fillon vitin e ri shkollor dhe çka konsideroni që është lloj luksi që sot fëmijët e kanë ose e marrin me vete në shkollë që nuk është që në vëjitet, por që të e pa njëri tjetrin, ndoshta edhe kjo ndikimi i rrjeteve e tjerë, fëmijët marrin ndoshta diçka ose kërkojnë diçka që nuk është e domosdoshme për mësim. Një mësimdhënës fillimisht në krye detyrës është tan jetën. Edhe nuk i ka 13 ditë pushim mësuesi sepse s'po shon hiç. Kam u marr me fëmijët e vet dhe me fëmijët e shkollës edhe gjatë asaj periudhe. Si prindi dy fëmijëve nuk ngute me ble çantën që është fatmirësisht se e di që kam ndruar mendjen deri në shtator. Nga përvoja, Po, nga përvoja. Fëmijët i kam tash djalin klasë 9, vajzën klasë 6, edhe pak i sjell para një akti të krym. Nuk e lë krejt luksin dorë tyne se ata s'din mungia dhe kërkesat janë të pafundme, domethënë kanë me pas diçka gjithmonë tre. Merrem me vesh me bo përzjedhjen që ata duan edhe me lon aty me kryme me përzjedhjen e çantës, veshmbathjeve për shtator që duhet më konë deri diku me 2 mos 3-ja, por që vitin e ardhshëm nuk i zë asnjëna as tesh ose fëmijët rritën, po as çanta se tash ajo bëhet demode. Bëhet demode edhe për faktin që është përdorur një herë, por ndoshta edhe për faktin që nuk është e qëndrueshme më. Marr parasysh sasinë e madhe të librave që duhet me bëjt, jo, cilësia nuk është e atill që i mbijeton edhe për vitin e dytë me përdor dikush. Pavarësisht çmimit që është bukur më i lartë se ka qenë dikur. Çmimi është i shtrenjtë patjetër, është 2-3 fesh ndoshta më i lartë, në kohën time me përmend me nxjerr paralele që duket absurde për rinin bashkëore, 2-3 vjet neve në ka qëndruar një çantë, se edhe kemi rujt, por edhe cilësia ka qenë atij lloji që ka qëndruar. Por nuk ka pas kaq shumë libra me veti sa ka sot një fëmijë. Domthonë unë jam 45 vjeçar me moshën time, shkollës fillore i kemi pas 3-4-5 libra maksimumi nga një fitore me veti, s'ka pas libër shtesë, kemi pas librin bazë, edhe aty kemi rrumbullaksu krejt detyrat tona si mësimdhënës, domthonë si nxënës të dijes ose të mësimit. Veshjet në mbathit kanë qenë çato që kanë mujt me na i siguru prind. Sot do mos kemi pas marrëveshje, kemi pas kompromis, sot e ki pas edhe do është mi vesh, mi math edhe me shku në shkollë. Sot fatkeqësisht ka ndryshuar rrethi, ka ndryshuar, është bë imponues, është bën ndikues, rrjetet sociale po ashtu. Por ne prindët duhet të jemi më këmbgulës në edukimin e fëmijëve tanë. Si që për jonë bënë edhe kështë për një tjetër, me u mësu, me u vetë knaq, me ato që ne muj me afru. Unë e përsërish vazhdimisht që ne prind krejt botën me adhon fëmijës pak i duket, po fëmija duhet me u mjaftu me ato që ne prind mund me afru. Unë në këtë frymë i rresi edukoj fëmijët e me, jo me ata që kanë vinë me taksit lloj firmes të shkolla, fëmijët e mi udhtojnë kom, se taksi nuk të bën të mençëm leximi, përkushtimit ndaj fëmijës edhe përkushtimi i fëmijës ndaj asaj që ajo se do më bëjë më i mençëm, më përgatitur për të ardhmen për jetën. Po ndikon rrethi, apo ndikojnë rrjetet sociale, po ndikon jo pak fatkeqësisht. Megjithatë, ne duhet me jetu, me formësu vetën, me përgadit vetën për jetë në përputhje me rrethonat edhe mundësit që i kemi. Se dikush shkon në shkollë me aeroplan, me jet, dikush shkon me tren, dikush shkon me autobus, unë me autobus udhtoj Fushkosovë Prishtinë që 12 vjet edhe kur gjë s'u ngjon, edhe fëmijët e mi udhtojnë kom se kanë shkollën afër, edhe kur vjen puna për të taksi, pastaj e diskutojmë atë pjesë, por një herë jemi duke ecë për tokë, jo duke ecë, ose duke fluturu. E të rhoqa një paralele për mësa të pru tek puna e trenit, një i pasur shkon një studion jashtë edhe i thot, bab, për vje marrë këtë për shkojnë me trena në shkolla, di. Thot që anët për të blit ty trenë në shkolla, ti me trenë në shkolla. Kuptimin e transportit për duhet me jetu në përputhje me rrethonat edhe mundësit. Patjetër. Labinat, po jetojmë në kohën e rrjeteve sociale, ndikimit që kanë, shohim që kjo pastaj po din të shfaqet pastaj edhe në bullizëm, din të shfaqet shumë shpesh, po do të ndalesha fillimisht te ky ndikimi që i kemi ndaj kur e shohim një fëmijë, unë kam ble këta 3, pastaj si ndikon
te shoku shoqja, që pastaj vjen ajo kërkesa tek prindi ku thotë shoku im e kish ble me këtë figurë çantën ose atë e duhet dhe unë të ngjashme, ose i shohin në rrjetet të ndryshme sociale, sepse fatkeqësisht sot i shohin fëmijët që kanë edhe vetë rrjete sociale dhe që i përdorin ato rrjete. Flasim pak për ndikimin që kanë ato sot tek fëmijët, por edhe tek prindërit, si munden ata të menaxhojnë këtë ndikim dhe të vendosin kufi për fëmijët në mënyrë që mos realizohen kërkesa që janë të panevojshme. Po, sigurisht se përveç përgatitjes teknike dhe estetike të fëmijëve për shkollë, shumë më rëndësishme se kjo është përgatitja emocionale edhe kulturore e fëmijëve. Dhe kjo varet krejt prej sistemit edukimit që e krijon një prind, një familje, edhe prej prioriteteve që i vendos. Duke qenë që fëmijët janë si me thonë, janë ekspozu një ekspansionit madh medial, duke ditë që rrjetet sociale sot krijojnë shumë iluzione, të cilat vështirë që thyhen, sepse fëmijët fillojnë me besu në iluzionet që krijohen prej influencerëve të ndryshëm, cilët jo rrallë herçëllojnë të jenë analfabet funksional, edhe pse kanë shumë djegës, por kanë ndikim në vetdijen e fëmijëve, sepse e gjejnë një boshllëk kulturor cilën nuk e përmbush ndoshta as shkolla, as prindi, as sistemi i vlerave, edhe pastaj fëmijët orientohen në çmimin e gjërave, jo në vlerat e gjërave. Pra nëse një prind arrin me bind një fëmijë që prioriteti yt është arritja e rezultatit, zhvillimi një kompetence, sepse kjo kultura e krahasimit vjen prej medjave. Domethënë është shndruar në standard kultura e krahasimit, sidomos në aspektin estetik. Edhe kjo është natyrisht është fatkeqësi, ju sjell dëm, i shterron gjitha energjitë e fëmijëve, edhe i defokuson fëmijët prej kreativitetit, prej potencialit, prej energjisë që kanë, cilën duhen me shfrytzu në zhvillim, edhe orientohen vetëm në gjëra simbolike, që janë periferike, janë sipërfaqësore, është kulturë e krahasimit që vjen prej rrjeteve sociale, edhe shndrohet në standard të dominimit shoqëror. Po dikush që disponon gjëra më të vlefshme materialisht, krijohet ai miti brenda një strukture në shkollë që përderisa ky disponon gjëra materiale më me vlerë, ky është më i arrir. Domethënë, edhe kjo pastaj reflektohet në sjellje bullizuese, sepse i bën pastaj fëmijët me undi inferior, mundet me i qu deri te depresioni, deri te ndjenja fajësisë, deri tek ajo ndjenja e dëshpërimit edhe brenda familjes, kur fëmiu, domethënë, në aspektin emocional dhe kulturor devion aq shumë saqë e sheh edhe prindin e tij të papërgjeshëm pse ai s'ka arrit, për shembull, me plotsu kushtet e mia materiale, që unë me qenë i barabartë ose konkurrent me shokët e tjerë. Por fatmirësisht kjo nuk është prezente tek gjitha strukturat, tek gjithë fëmijët. Ka domethënë fëmijët që e kanë te kalu, e kanë thy këtë farë miti edhe këtë farë iluzioni, edhe për shkak të ndikimit pozitiv të prindërve. Edhe fokusin e kanë vetëm tek mësimi, tek zhvillimi i inteligjencave të ndryshme, e që inteligjenca më e rëndësishme për fëmijë është inteligjenca emocionale, sepse ajo ja mundson me i kontrollu emocionet, edhe nëse tentohet bullizimi i tij, ky ka ato mekanizmat e vetë mbrojtjes, edhe thjesht nuk ndikon negativisht të kaj. Kjo më rëndësi, kjo inteligjenca emocionale që shumë pak fatkeqësisht i kushtojmë rëndësi dhe që na determinon shumë shpesh komplet jetën. Po Fatlume, sa shpesh është ajo pyetja gjatë kur jemi në fillim, jo vetëm fillim, po dhe gjatë komplet vitit shkollor, ajo sa shpesh e dëgjon nga fëmijët atë pyetjen, shoku jam e ka ble këta, ose ja kumpani shokut këta, ke shumë e bukur, qoftë çanta, qoftë patike, qoftë një jakne, sepse nuk ndalen kërkesat vetëm themi tek librat, tek çantat, tek ngjyrat, por edhe tek veshmbathja që edhe kjo mes fëmijëve din të komentohet. Më i thëmë, pothuajse çdo ditë. Çdo ditë i kena të njëjtat pyetje, çdo ditë i kena pothuajse të njëjtat përgjigje. Kërkesa. Ajo, kur është puna të libra, ose të fletore, ose të çanta, është pak më e menaxhueshme, se okej, e ka një shok, a tu ka shky ty, pyetja e parë që bëj, a e kiti në rregull? Po, a është funksional? Po. Po ju, po ajo është më e mirë, po më shënu më mirë, ose po shënoj që ai
Laps më mirë. Laps më mirë, disa flamastera, jo ato shumë të shtrejta, jo i kanë shumica e klasës, i ka shoku në podu. Çka na vënive? Jo, veç që janë shumë bukra podu me ngjyrosa dhe me qik një video. Ajo nuk na vë. Problemi është kur të vjen tani te pajisja teknologjike, thotë ai në klasë 3 thotë djali, unë do telefon se shumica e shokëve kanë telefon. Qyshti të donë telefon, e qysh unë e me të kontrolu? Ja, po unë e kanë krejt shokët, ja. Edhe pse kanë krejt shokët, ti e shumë i vogël. Pra qysh klasën e 3 kemi telefon? Në klasë. Si pas djalit e unë nuk e di, po ai thot që i kanë shokë, në shkollë nuk e marrin se nuk i lejon mësusja, mirë po në shpe kanë telefonin e vetë, mujnë me lujtë sa dojnë, mujnë me najtë sa dojnë, ti s'po më lenë, ti s'po më dënë, ti po më ndalan, unë edhe televizorin, edhe tabletin që e ka, se e ka, po e ka me akant vetin edhe ai mundet me këqyrë veç kanë na i kina leju edhe ka me kod saktume, gjësore në ditje, nëse dënë me lu lojrat e vetë, edhe ato tash të nkuën ankohet, thëtë jo s'po mleni, unë e po du, ja po shoku jam, ose aj, ose familjari vetë, jo pullun ma shumë, momentin si të mshes, si ju më dalë për shpia, e gjithë që shko me gjithë mënyrën, me këqyrë televizorin, mirë po të nkuën e kena bisedën e njej. Po, ti kemi këqyrë, po na... Me ditë qka? Me ditë qka, po kena mi ledzu një libra. Si ti thush, ti kemi ledzu, ne kemi këqyrë gjësore televizor, po kemi ledzu një ore gjysë liber, a në realitet jo po dalë po luj, të garantoj. E lena televizore. Qa që është dënimi madhë me ledzu, s'pëdi sa është qëtësuse, po për mu si prind është shumë shqetësuse. Ti për, më thonë, kur ti thush me ledzu një liber, ose një fletush, ose qka do qoftë, veç let ledzën, aj që të shumë priton, so mu pa një pun ka mi farë si... Se i kom jemi pak allergjik në ledzën, të ishin me letra pak për durë. Jo mi thonë, ti po ta jepi mere ledzën pa isja në telefon, në televizor është në gjendje me ta ledzu krejt, po kur ti thush ka pe librin, lete një ere në librit, ledzajnë liber, atëre është sfida e vërtejt. Po, të nkohen, mënohëm, si unë e si bashkëshorti, veç me fjallë mja të regu qka janë pasojat, qka ti nëse kime nejtë të nkohen telefon ose në televizor, ose qka do qoftë duke lujt, qka kemi bo me ty, ku kemi marrë, ku po të pret kja arme, ju mundu gjatë gjithë kohës mësimit, veç me largu edhe mu mundu sa ma shumë mi ikë qësaj pjesës materiale, me qunë për kurset futbolit, me dalë me hec me ta natyrë, me qunë kurset programimit edhe pse ajo është i vogël, po vetë sa, ane, po ki qenë me nëjnë pajisje teknologjike, kena me shku, kena me mësu, diçka po. Kjo i ka ndimu bagi shumë, po prapë sfiden e ledzimit e kam tepër të madhe. E sa i përket pjesës materiale, i tham po. E pas ke hup qëtar, në këmë tabli, se s'kam qare për tabli. Po ti e ki budgetin, po dënë për ditlindje me tabli, për shamull e ka pas ditlindje në kalume, u duf një abli bicikletën, nësë kena me mujnë me tabli bicikletën, se për gjën parët, qështu, tu i dosh në gjëra tjetër. Po munohëm, edhe se sa për arrina është pak sfind veti, po qështu, vetë mja mënyrë që po munohëm me arrina shikjavës. Profesor, kjo qështja e krahasimeve nxënësit me njëri tjetrin, sa e vreni edhe ju si mësimdhënës, edhe sa e shini që po rritet, po është ndikuese, edhe fakt edhe roli juaj si mësimdhënës në këtë aspekt është i veçantë, sepse shkalla e parë, ose ndalesa e parë, ose identifikimi i parë i bullizmit mes nxënësve mund bëhet nga vetë mësimdhënësit që temi të parandalohet pa shku në shkallë më ekstreme. Unë gjithmonë thëmë që fatkeqësia është më e madhe tek kjo pjesë kur ajo nxitet edhe shfaqet prej vetë prindërve, edhe për cilët e fëmija. Garë më të madhe bëjnë prindërit se cili me u duk më mirë, se cili me ditë më shumë. Përdorën fëmijët si instrument mes prindërve për të... Fatkeqësisht përdorën, edhe fatkeqësia pastaj bëhet më e madhe kur fëmija e ka mbështetjen e prindit, edhe prindi e arsyeton sipas tyre mënyrën më banale të mundshme.
unë e kam, unë ja bëj, unë ja blej, se ka gale për ndjenën e tjetrit, edhe domethënë është një fargare e pandershme, është një fargare jo e mirë, jo e drejtë që prindrit e nxisin të fëmijët. Se fëmijët nuk dinë me bëj çfarë gare. Fëmijët kur ti thosh kjo çantë është për ty, nuk ka pazar matutja, ai ka më durzu. Nuk i nevoj me hinë bisedime, unë e thonë me shaka, me grua, me fëmijë, mos bisedo se keme hub gjithmonë. Kështu që s'ka bisedime. Ose preje debatën, ose vazhdo dhe hub veç shara dhe ma shumë. I thu fëmijës shkurt, që kjo çantë është për ty, ti plotson kërkesat tua, ti plotson nevojat tua, e merr ose e lën. Njëjtë është edhe te veshmbathja. Kam fjallën për ata prind të ndërgjegjshëm edhe të përgjegjshëm. Po të ata prind që investojnë materialin të fëmijët e nuk investojnë ndijen, cilësi që ai fëmijë më u formsu, më u bë dikush i dikur, këto është dhimbta ime. E fatkeqësisht ne këtë pjesë po e kemi të mbjellur tek fëmijët prej prindërve. Fëmija mund të marrë në shkollë me autobus. Mund të marrë në kom. Mund të marrë me taksit të përreshtesës, që jam allergjikun ndaj taksit, po pse me u halit një fëmijë pi klasës parë deri klasë 9 me transport të veçantë. Kur gjë se gjon fëmin me prutit të shkollën nëse mund është me pru, nuk është marrë me që fëmija prindi fëmin në shkollë, nuk është marrë fëmija me udhëtu me autobus, nuk është marrë fëmija me jetu jetën në këtë gjungull dhe me poshtat me mbijetu në gjungull. Se kur dilës në gjungull atje të fshin, tregu i pandershëm edhe rrethja dhe mjedisi që është shumë lakmues në shpërputhje me rrethanat dhe mundësit të fshin. Tash unë e kam përmend dikur për mos me të pru këtë pjesë, në kohën kur komuna shpërndarë të Kifle për nxënësit, shumica nxënësve fatkeqësisht ngelnin të rritur, so vinë të marrë me përdor Kifle të shkollës. E kishte atil që e keq përdonin këtë pjesë maksimum, të nxitur prej prindërve gjithmonë prindit i bëj fajtori jo fëmijët, me një dorë hamburger, me një dorë sandwich, me një dorë Coca-Cola ose një lang tjetër pas pak hesab kjo. E fëmiu që nuk kishte mundësi me i pas këtu ngurronte me përdor edhe Kifle. Unë si mësimdhënës kam marrë, jam shërbim me Kifle të tilla, edhe më kam parë nxënësit që po edhe kanë thonë po kur është në pari po hanë ka Kifle që kemi në që s'ham. Në mëne kam nëzit këtë kulturën që me rëndësi është ti me ngop vetën tënde, me u vetë knash, me ato me u vetë mjaftu, jo mes me kërku më shumë, po me u pajtu me ato rrethana, me u pajtu me ato kushte, edhe mos me ngushtu prindin me kërkesa të panevojshme, edhe thjesht me e bo me kajt një shpirtin e një prindit, edhe me e bo një prind me nxjerr lotin kur nuk ka mundësi me të ofrua atë që ti po e kërkon. So është krejtë pa nevojshme, është krejtë pa dobishme për ty, është shumë sipërfaqësore edhe nuk të bën ty ma enë heq, absolutisht. Ma enë ne jemi kur ne dim, sepse ne vlejmë aq sa dim, e ma mirë është me ditë shumë edhe me vlesh shumë, se sa me pas shumë e me ditë pak. Se nuk vleshësohesh kur të hysh në problem me shkeme me gojë me katin e tesha që e ki vesh. Unë e marrë si shembull edhe spesgjas më shumë, tek pjesa e mramjes maturës vitin e kaluar që patëm para këtij viti, me modesti po e përmeni, prej në çorapa deri këtë pjesën altë, unë i kam shpenzuar jo më shumë se 100 euro. Krejt, komplet. Nxënësat e klasës time, që unë gjatë gjithë kohës që kam folur për këtë pjesë, një pjesë të tyne si për hargoja, thoi që në 100 euro i kom blie veç një part diçka, pa përmen qka. Në më 100 euro frizura, edhe teshat mos tom heq, që nuk i veshin më heq, dhe më ngarkesë e tepërt edhe pa nevojshme e xhepit, buxhetit familjar. Labinot, po e shohim situatën se si është çdo ditë, a mund të themi që shkollat pa dashje po i kthejmë në hapësira që ekspozojnë dallime ekonomike? Po, sepse shkolla nuk po përjetohet pas një institucion që formon personalitetin. Edhe jo pse s'ka resurse profesionale, jo pse s'ka profesionistë të denjë, jo pse s'ka vullnet në mesin e prindërve ose mësimdhënësve, po sepse është një sistem improvizues i arsimit. Edhe kur mbjeton me një sepse përmes improvizimit mbjetohet. Edhe pastaj e improvizojnë kreativitetin brenda shkollës. Ndonë se ka shkolla që kanë programe shumë cilësore, shumë konkuruse, edhe që nuk janë, si me thoni, imbitim një njëna tjetrës, se cila shkollë e ka një farë fleksibiliteti ku mundet me rrit kreativitetin e vetë, pra ka liri, ka autonomi,
edhe nuk mundemi si me thonë, me u pajtu me faktin që gjithë shka na imponohet edhe dështimin e kemi të vullosur si shoqëri dhe si sistem. Jo, por fatkeqësisht sistemi i arsimit nuk po i shfrytëzon maksimalisht as potencialin e fëmijëve konkurrues, as gatishmërinë e prindërve për me bashkëpunu, edhe as, si me thonë, përgatitjen profesionale të atij pak stafi arsimor që ka mbetë në Kosovë dhe në një farë po i trajton gjithë me një standard njëjtë. Pra, e keni pas, si më thonë si i dalluar që është shumë kreative dhe brenda vitit nxjerr kuadro, pavarëson fëmijë edhe i bën ata konkurrent matshëm me shkolla tjera, si ai që improvizon gjatë ditës, edhe e kryen punën teknikisht, formalisht, në fund paguën të dytë njësoj. Edhe stimulimi këtu mungon. Njëjta gjë vlen edhe tek fëmijët, në fundit gjithë diplomojnë, gjithë po mburën publikisht me notat që po i ekspozojnë në rrjetet sociale, sidomos prindërit. Ky është një obsesion i disa prindërve që e kanë kriju këtë mitin e peshës, që fëmija imi ka gjitha peshë, edhe kjo është problematike, sepse ai duhet me u profilizu diku dhe duhet me i zhvillu disa shkallësi në disa landë pak më të veçanta. Kështu që nuk është ndonjë sukses i jashtëzakonshëm kur një fëmijë ose një student arrin gjitha notat me pas peshë dhe 10, mirë po në asnjë land ose profil nuk është i shkatësuar ose kompetent. Sepse në fundit ai është numër, është kërkesë publike edhe bëhet vetëm për marketing. Në rast se na e krijojmë një, si me thonë, sistem të arsimit që e te kalon këtë mitin e marketingut, atëre besoj që ka me u përmirësu situata. Unë ju falenderoj shumë për këtë diskutim shumë të vyer edhe shumë të këndshëm. Uroj shumë suksese në vitin e ri shkollor edhe faleminderit për kontributin tuaj në këtë diskutim. Faleminderit. Lexojmë tani lajmin e fundit në portalin dukaqini.com dhe të kthehemi me pjesën e tretë të emisionit.